Ambasadori i Komisionit Evropian në Tiranë Ettore Sekui dhe Ministri i Drejtësisë Eduard Halimi kanë kërkuar një zëri zhveshjen e gjyqtarëve nga imuniteti. Një kërkesë kjo e artikuluar me forcë nga Brukseli, e që sipas kreut të prezencës së Komisionit Evropian, do t'i shërbej luftës ndaj korrupsionit në radhat e drejtësisë, në kuadër të reformave që duhet të përmbush Shqipëria, për të marrë statusin e kandidatit këtë vjesht. Këtë deklarat diplomati Europian e bëri gjatë takimit të 4 të Komitetit Drejtues të Aktorëve të Euraliusit, në kuadër të projektit të konsolidimit të sistemit të drejtësisë në Shqipëri. Për ambasadorin Sekui, Unioni kërkon progres bindës nga Shqipëria në përmbushjen e të gjitha rekomandimeve, në zemër të cilave qëndron reforma në sistemin e drejtësisë. Vendi duhet të përparojë me reformat e lëna si detyrë shtëpie nga Komisioni Evropian dhe më konkretisht në përmbushjen e reformës në drejtësi. Bashkimi Evropian e mbështet Shqipërinë në punën e bërë për gjyqësorin. Ne ndjekim me kujdes reformën në sektorin e drejtësisë dhe heqjen e imunitetit. Është e nevojshme që të vazhdojë kjo reformë dhe të merret vendim për heqjen e imunitetit. Shqipëria është në vitin e saj të pavarësisë dhe ka nevojë për përmirësime në kuadrin e sistemit të drejtësisë. Në gjyqësor korrupsioni mbetet i lartë. Duhen bërë kontrolle që të luftohet korrupsioni. Në kuadër të finalizimit të reformës në drejtësi, Ministri Halimi tha se ky sistem përballet me sfidën e radhës, ato të heqjes së imunitetit ndaj gjyqtarëve. Ndaj dhe për të kuvendi duhet të miratojë sa më parë këtë nismë ligjore. Digitalizimi apo miratimi i ligjeve nuk i jep fund korrupsionit në drejtësi. Projekti ka evidentuar me të drejtë se çështja e korrupsionit në drejtësi ka lidhje të drejtë për drejtë, jo vetëm me imunitetin, por dhe me promovimin e gjyqtarëve bazuar në meritokraci dhe jo mbi baza klienteliste. Shpresoj dhe shuroj shumë që ky rol i tyre të përdoret dhe për sfidën e radhës që ka sistemi i drejtësisë për heqjen e imunitetit. Çdo qytetar sot e kërkon në mënyrë logjike heqjen e imunitetit si një mjet i qartë në luftën kundër korrupsionit në drejtësi. Kjo nismë e cila mbështetet sot nga të gjithë qytetarët duhet të mbështetet padyshim edhe nga aktorët politikë, por edhe nga aktorët e sistemit drejtësisë, dhe unë shpresoj që në ditën e vijim, Parlamenti të miratojë këtë nisëm dhe misioni Euralius të luajë atë rol jashtëzakonisht pozitiv që ka luajtur gjatë muajve të fundit. Misioni i Euraliusit përmes projekteve konkrete në kuadër të reformës në drejtësi, ka asistuar me ekspertizën e tij në hartimin e një sër nismave ligjore, si digitalizimi i noterisë, ajo e zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme, ekspertiza e dhënë në ligjin për gjykatat administrative, drafti për profesionin e avokatit, ai për gjykatën e lartë dhe konferencën gjyqësore kombëtare. Gjithashtu Euraliusi pritet që të nisë edhe një projekt tjetër me Këshillin e Lartë të Drejtësisë vjeshtën e këtij viti.